Përshëndetje miq të kanalit Flas Shqip. Mirë se vini në botën magjike të lepurit Leli. Në këto poralla të bukura dhe të shkurtra, do të ndjekim aventurat e Lelit, një lepur i zgjuar, i sjellshëm dhe plot fantazi. Ai jeton në një pyll plot ngjyra, ku miqtë e tij të dashur si arringjël bërues e ndihmojnë në çdo sfidë. Çdo histori sjell një mesazh të veçantë për miqësinë, dashurinë dhe kujdesin për natyrën. E jani me ne dhe njihni Lelin nga afër. Një ditë, një lepur i vogël me emrin Leli po kërkonte diçka të ëmbël për të ngrënë. Ai kërceu përmes pyllit, por nuk gjeti as mollë, as karrota, as mjaltë. Pa pritur, pa një kavanoz të vogël reçeli të kuq mbi një gur. "Wow, reçel me lule shtry dhe", tha Leli me sy që i shkëlqenin. Por sa po afrua, dëgjoi një zë të butë. "Kujdes, reçeli është i imi", tha një arush i vogël që po vinte me një lupë në dorë. Leli u ndal dhe tha: "Oh, më fal, nuk e dija që ishe i zën. A mund ta ndajmë bashk?" Arushi qeshi dhe i dha Lelit një lugë. "Po, sigurisht. Reçeli është më i ëmbël kur e ndan me shokët." Që atëherë, Leli dhe arushi u bën miq të mirë dhe çdo pasdite ndanin ndonjë ëmbëlsirë së bashku.